nuk do të duhet që dhe vitin 2026 gjysmën e parë të na marrin zgjedhjet e reja. Vetëvendosja me LDK-n nuk është një formulë e sigurt. Lëvizja vetëvendosje nuk e ka një antar me libres partije që synon të bëhet president. Por njësoj vlen edhe për dy partitë e tjera të mëdha tradicionale, PDK-n edhe LDK-n, që u konfirmua edhe nga takimi mbrëmshëm që kisha me kryetarin e PDK-s Bedri Hamzën edhe sot me kryetarin e LDK-s Lumir Abdixhikun. Pra, ne si parti politike nuk kemi pasur kandidat nga radhët tona. Andaj në vijim, ose duhet të gjejmë një emër të përveçshëm që na garanton të jenë së paku 2/3 e deputetëve të tillë që qëndrojnë në sallë dhe votojnë duke përzgjedhur një emër të përveçshëm në flet votim që e hedhin në kuti, më së largu me 4 mars, ose është tjetra që subjektet politike merren vesh me njëra tjetrën për rrugën përpara. Përshtypja është që subjektet politike konsiderojnë që pas atyre 4 palë zgjedhjeve që i patëm, 2 lokale në 2 raunde dhe 2 parlamentare, nuk do të duhet që dhe vitin 2026 gjysmën e parë të na marrin zgjedhjet e reja. Edhe është e dëmshme nëse nxjerrim kandidat, e ndërkohë që kemi ngelur të numri 66. Ju e patë që kur kemi qenë të numri 56 në vitin e kaluar, nuk arritëm të bëjmë 61. Si do t'i bënim nga 66 të 80? Duhet ta kuptoni një gjë që edhe vetëvendosja 66 me partnerët me cilët ka garuar bashk dhe me pakicat që na janë bashkangjitur mandej, kur ja shton edhe 15 deputet të LDK-s, bëhet 81. Pra me mzi. Edhe 81-shi nënkupton që bash asnjë deputet, as i vetëvendosjes, as i LDK-s, as i pakicave nuk bën të dështoj. Ose, e thënë më saktë mund të dështoj 1 po jo 2. Prandaj edhe vetëvendosja me LDK-n nuk është një formulë e sigurt që ne ta tejkalojmë këtë çështje dhe të mos detyrohemi të shkojmë sërish në zgjedhje.